rikthym studio për të vazhduar tutje bisedën përmes platformave tona online me Arjan Rufatin, që na vjen në cilësinë e kryetarit të shoqatës së artistëve të Maqedonisë Draudakun për biseduar mbi koloninë e artit të 20-ën me radhë. Bëhet fjalë për koloninë ndërkombëtare të artit që na mbat në Gostivar. Përshëndetje Arjan, shumë kënaqësi të të kem sot në emision. Përshëndetje dhe mirëse u gjetën. Na mbaj kolonia e 20 me radhë ndërkombëtare artit në Gostivar nga data 19 deri me datën 24, apo jo? Bisedojmë pak për edicionin e 3 vjeçëm që nga ideja le të themi deri tek realizimi, vit jubilari 20 me radhë, besoj ka simbolizuar shumë gjëra. Për shoqata artistëve figurativ të Maqedonisë Draudakun vazhdon me vitet e suksesit, domethënë vitin e kaluar kemi pas 25 vjetorin e themelimit, domethënë kemi festuar 25 vite Draudakun. Këtë vit shoqata e mbajti 20 vjetorin e, domethënë 20 vjetorin e mbajtjes së kolonisë artistike, është një ndër kolonitë më të vjetra të cilë mbahen në regionin, domethënë Maqedoni, Shqipëri dhe Kosovë. Këtë vit kemi pasur diku mbi 30 artistë nga shumë shtetet e botës, nga gjithë vendet e Maqedonisë së Veriut dhe nga Gostivari. Sa artistë morën pjesë gjithsej këtë edicion? Diku mbi 30 artistë figurativ, domethënë kemi pasur nga 8 shtete të huaja dhe nga gjithë vendet e Maqedonisë së Veriut, domethënë dhe artistë të Gostivarit, artistë vendas. Dhe gjatë rrugtimit në bashkuan edhe disa shoqata, domethënë në bashkuan disa fëmijë, në bashkuan edhe nxënës, edhe studentë që kishin qejf dhe të pikturojnë dhe të aty bashkangjiten me artistët që janë prezente gjithë kohës që kemi qenë në Qendrën për Kulturën në Gostivar. Përmend 8 vende, flasim vendet e jashtme, na i thuaj pak cilat janë dhe kolonia janë pjesëtar që duan të jenë pjesë, më thonë shprehin vetë dëshirën apo janë me ftesë nga ju? Kështu, këtë vit kemi pasur artistë nga Shqipëria, Kosova, Gjergjia, Turqia, Shtetet e Bashkuara, Kroacia, Austria, Serbia, domethënë ishin këta shtete të cilat kanë marrë pjesë dhe fillimisht shoqata artistëve figurativ hapa vitin kalendarik me antarësimin e antarëve. Gjithë antarët që janë, domethënë që janë antarë të shoqatës kanë drejt të jenë pjesë e aktiviteteve dhe pas asaj ne bëjmë përzgjedhjen e artistëve, domethënë artistët që nuk kanë qenë prezent ndonjëherë, artistë domethënë bazë cilësive dhe veprave të cilat të pikturojnë ato, dhe kështu këshilli artistik i cili përbohet nga 5 antarë të shoqatës, të cilët janë emra eminent, bëjmë përzgjedhjen e artistëve të cilët do të marrin këtë vit në këtë edicion. Faktikisht në këtë vitin që kaloi, vazhdojmë ne kryetëm koloninë artistike. Kishte një temë specifike këtë vit, apo le të themi ishte diçka e hapur që secili artist të shprehte çdo gjë ndoshta që mendonte apo dëshironte? Jo, temat janë të lira, çdo artist vjen me idetë e veta, vjen me punën e vet, vjen me kreativitetin e vet, dhe çdo kush domethënë shpreh ato përvojën të cilën e ka për shtetit ku vjen, për vendit ku vjen dhe aty pikturojnë domethënë atë stilin që ka. Kurse ne shkëmbejmë përvojët aty, mësojmë, gjithë artistët mësojnë nga njëri tjetrit, shoqërohen dhe kështu që çdo artist përfiton nga njëri tjetri, se çdo kush është me përvojë të ndryshme, me stilet pikturimi ndryshme, kemi pasur edhe pikturë, kemi pasur edhe fotografi dhe disa scena të tjera, kështu që kemi kaluar shumë, besoj se kemi kaluar një vit të suksesshëm. Le të vim pak më në detaje se çfarë më saktësisht le të themi zhvilluam që nga data 19 deri me datë 24. Besoj aktivitete të shumta, siç e cekët keni pasur edhe rastin e fotografive, por po ashtu edhe bashkëpunimit me fëmijë, nxënës apo studentë që kanë dashur të jenë pjesë e kolonisë, kështu që le ta sqarojmë pak për gjithë ata që ndoshta s'kan pasur mundësi t'ju ndjekin që nga data 19 deri me 24 se çfarë më saktësisht pam apo ndjekëm në koloninë e 20 me radhë. Po, kështu ne më datë 19 qershor filluam në pritjen dhe akomodimin e mysafirëve, ku me datë 19 mysafirët që kanë ardhur më herët dhe ato veç filluan edhe të pikturojnë, kurse me datë 20 mëngjes i kishim gjithë mysafirët të arritur së mbas të destinacioneve dhe vendeve që kanë ardhur. Me datë 20 ka qenë dita të cilat është pikturuar, domethënë këtë dita ka qenë me aktivitet artistik. Data 21 ka qenë një lloj me aktivitet artistik, e tërë dita domethënë përveç disa pauzave që kemi pasur, kemi përkushtuar veprave domethënë punës. Me datë 22 ne filluam filluam domethënë zbatimin e programit ku kishim vizitat të qytetit të Gostivarit, vizitat të objekteve të trashëgimisë kulturore, njohjen e mysafirëve me objektet e trashëgimisë kulturore,
vizituam gjithë qytetin, vizituam fshatin Vërtok, vizituam disa objekte të trashëgimisë kulturore të cilat i kemi në fshatin Raven, dhe kështu njoftuam gjithë mysafirët se çka është gostivari dhe cilat janë begatitë e qytetit tonë që mundet ato të njoftojnë dhe të dinë më shumë për qytetin tonë. Me datën Jo vetëm me që jemi tek vizitat e qytetit të Gostivarit dhe të gjitha, domethënë ato monumentet ndoshta që bëjnë karakteristik të qytet, na i thuaj pak ndoshta përshtypja që kishin vizitorët, sidomos ata që vinin për herë të parë. Shumica artistëve që kemi pasur nga jashtë janë për herë të parë, edhe artistët që vinë nga qytetet e tjera të Maqedonisë, faktikisht kishim nga Tetova, Shkupi, Kavadarci, nga disa qytete të tjera, domethënë gjithë artistët, shumica kanë qenë 95% kanë qenë artistë të cilët janë përfilm për herë të parë. Gostivari dhe ekipi jonë i shoqatës Drodakum niset si, domethënë si qyteti mikpritës, Gostivari dhe shoqata jonë janë shumë mikpritës, i kemi prekur shumë me dashuri, me mikpritje, dhe është qyteti Gostivarit është qyteti i vogël, mirë po kanë pas shumë për çka kanë parë, domethënë me objekte të trashëgimisë të cilat i kemi vizituar, kanë qenë ngelur të kënaqur, dhe kanë kaluar 5 ditë të mrekullueshme, kështu që në fund thonë kështu shumë shpejt ikën ditët, ne do të ikim tash. Këto vizitat i kishim me datë 21, çfarë vijua me datët 22, 3 dhe 4 po ashtu? Pastaj ne një ditë prej programit e kishim vizitën e qytetit të Ohrit, ku edhe atje bëm disa vizita, domethënë mysafirët të cilat i kishim se shoqata artistëve figurativ të Maqedonisë Drodakum nuk është shoqatë e Gostivarit, domethënë është shoqata Maqedonisë. Qëllimi jonë është që mysafirët që kemi nga jashtë i njohim edhe me shtetin tonë, domethënë ne një ditë i kishim edhe në qytetin e Ohrit, ku tanë ditën ishim atje, vizituam disa nga monumentet që duhet vizitohen në Ohër, domethënë njëra prej ditëve na kaloi gjithë atje, një ditë ishim në Mavrov, kështu që 5 ditë na ikën shumë shpejt. U nda diçka në fund si përmbyllje? Kishte diçka le të themi që të shënohet përmbyllja e kolonisë? Po, në përmbyllje të kolonisë, shoqata artistëve figurativ për çdo artisti pjesëmarrës merr një vepër, domethënë një vepër ne ju japim nga 2 telajo artistëve dhe ngjyra, domethënë gjitha materiale në bazë të atyre ata çka punojnë. Ne ju japim nga 2 telajove nga ngjyra materiale, mirëpo njëra vepër atyre ngelet si pronë e shoqatës. Ne njërën vepër të pronë të shoqatës, shoqata e ekspozon dhe për çdo artist ka pas certifikat për pjesëmarrje. Kurse shoqata u begatuam me mbi 30 vepra artistike që do të ngelin fondit të shoqatës. Ne këto vepra domethënë kemi në kuadër të qendrës për kulturë, kemi hapësirat tona si shoqatë dhe normal se këto vepra ne i dhurojmë i përbamirësi, ju dhurojmë atyre që na kanë ndihmuar, institucioneve të ndryshme, kështu që kjo shoqatë vetëm rritet dhe zhvillohet më shumë se një institucion. Ashtu, besoj interesimi që ndroni lartë të marrin pjesë shumë artistë qoftë të vendit apo të huaj, përmende që përveç pikturës keni zhvilluar aktivitetet dhe me fotografinë dhe po ashtu kanë marrë pjesë edhe nxënës së studentëve. I thuaj pak se kur ndodhe kjo dhe çfarë patën mundësi le të themi të shohin apo të provojnë. Po, kështu gjatë aktiviteteve, shoqata për fëmijët me aftësi ndryshme, domethënë bashkërisht mundemi, gjithë anëtarët e shoqatës na erdhën dhe na vizituan, ku na dhuruan një nga veprat e tyre që kishin punuar ata, dhe piktura e fëmijëve do ngelet në hapësirat e shoqatës. Kështu që ajo ishte befasia më e madhe të cilën shoqata bashkërisht mundemi, kemi bashkëpunim të përhershëm, domethënë me kryetarin e asaj shoqate Shpendit, na erdhën na vizitojnë çdo vit, mirë po këtë vit na befasuan me një vepër që kanë punuar vetë fëmijë. Domethënë njerëzit gjatë periudhës kemi pasur edhe nxënës të talentuar, studentë, të cilët dëshira atyre ishte që ata të ngelin aty pikturën. Mirë, ata nuk janë pjesëmarrës, mirë po shoqërimi dhe atmosfera që ka qenë deri në orët e vonshme, domethënë kanë pas dëshirë dhe ato me u kanë bashkangjit, ata nuk kanë qenë pjesëmarrës, por faktikisht vetëm kanë qenë gjithë kohës me ne se shohin se çka punohet dhe çka mësojnë nga artistët me emër me eminencë. Këtë vit kemi pasur me të vërtet artistë të akademik, domethënë gati se gjithë artistët cilët i kishim nga Kroacia, Shqipëria, nga Kosova dhe në Gjergjia, Serbia, Turqia, dhe ishin gjithë profesor akademik dhe gjithë janë emra eminent të cilat vlen dhe mësojmë edhe ne që ashtu mësojmë ende nga ato. Janë emra të njohur të cilat i keni në posterin e shoqatës. Ashtu. Sa vepra nëse e dim përafërsisht sa u realizuan dhe ku fokusoheshin më shumë si stil? Kështu, stili thash se stili çdo artist punon me stilin e vet, mënyrën e vet, teknikat e veta, domethënë shumica artistëve punojnë me ngjyra akrilik për shkak se koha është e shkurtër, ngjyrat thahen më shpejt. Ka artistë të cilët punojnë edhe me ngjyra vaj,
Do të thonë ne ju kemi siguruar mbas të nevojave atyre, ju kemi siguruar ato materiale, edhe çdo artist, do të thonë ka pa dy telajo, njëra telajo e ka marrë, do të thonë që të ketë kujtim për qytetit Gostivarit për kësaj kolonie, kurse njëra vepër ngelet shoqatës artistëve figurativ Draudaku, e cila është një pjesë e fondit të shoqatës që kemi mbi 500 vepra artistike. Kishim interesim diçka që na vije tashmë për vit, por sidoqoftë diçka shumë e rëndësishme për t'u parë dhe për t'u ndjekur. Kishim interesim, le të themi ndoshta nga bashkëqytetarët apo të tjerë që donin qoftë të shihnin koloninë se si zhvillohet apo dhe për t'i parë pikturat më nga afër. Kemi pasur, do të thonë, profesor universitar, kemi pasur miq, dashamir Tarti, gjatë gjithë ditëve, do të thonë, që ka qenë 19, 24, gjatë gjithë ditëve ne kemi pasur mysafir, të cilët i kemi postuar edhe në faqen tonë të internetit, do të thonë, gjatë gjithë kohës ne kemi pasur mysafir, të cilët i kanë vizituar artistët. Do të thonë, kemi pasur nga gjithë kategori, duke filluar nga nxënës, student, profesor universitare, qytetar, dashamir Tartit, do të thonë, gjithë kohën ka qenë vendi Qendra për Kulturë për 5 ditë ka qenë e vizituar nga Gostivarësit, jo veç Gostivarësit, por edhe nga qytetet tjera, kemi pas nga Tetova, nga Shkupi, e këtu të radhë, do të thonë miqë dashamir artist nga Kërshova, të cilët erdhën dhe na vizituan në këtë periudhën që mbajt kolonia artistike Gostivari 2025. I viti 20 me radhë, punë definitivisht e madhe, lodhje mund, është të vështirë të arrihet viti 20 me radhë dhe çfarë simbolizon ky vit dhe besoj mbështetja luan shumë rol. Kështu, vitin e kaluar që përmenda më herë, ne festojmë 25 vjetarin e themelimit shoqatës. Shoqata ekziston 25 vite, do të thonë për një shoqatë artistike me vetë financim dhe është shumë rëndë që të mbahet, do të thonë është 25 vite punë, blen të theksohet puna e gjithë kryetarëve deri tash që kanë qenë, do të thonë puna e palot me gjithë kryetarëve, suksesi ato që i kanë ngritur ne tash vetë që vazhdojmë. Do të thonë me të vërtetë është shumë e lodhshme, mirë, po ne jemi një ekip miqësh, shokësh, kolegësh, të cilët nuk mund ta lejmë këtë punë që është filluar nga ato më parë, tash ne vetëm e vazhdojmë, kështu që nesër edhe unë nuk jam sekretar do vazhdojmë dikush tjetër, besojmë se kjo shoqatë është një ndër shoqatët më mirë organizuar dhe më mirë funksionale për gjithë aspektet, të cilat ne themi tashmë kjo nuk është shoqatë, por kjo është një akademi. Ashtu shumë bukur, besoj vlerë e madhe jo vetëm për Gostivarin, por siç e thot dhe vetë emri për të gjithë artistët e Maqedonisë. Patjetër. Draudaku njihet për shumë projekte të cilat ka organizuar ndër vite, domethënë kemi pasur shumë ekspozita bamirësie, kemi pasur ekspozita shitse, kemi pasur ekspozita me dedikime, kemi pasur ekspozita personale, ekspozita domethënë të cilat i kemi 2 projektet kryesore që janë çmimi i nëntorit për festat e nëntorit dhe ekspozita kolonia artistike. Shoqata artistëve figurativ Draudaku më është në Ministrinë e Kulturës, është një ndër shoqatët të cilat ne nuk kemi nevojë, jemi në pikën e parë, domethënë në kupolën e parë të projekteve të cilat kemi kaluar gjithë ato barrierat si shoqatë me besueshmëri, edhe për donatorëve të tjerë të cilat këtë vit na kanë mbështetur përveç Ministrisë Kulturës, Turizmit të Republikës Maqedonisë, ishte edhe Komuna e Gostivarit dhe disa donatorë tjerë të cilat fal tyre ne realizuam me sukses këtë koloni artistike. Më thonë gjithçka u përmbyll me sukses, komentet, kritika pozitive besoj. Po ashtu dhe pikturat, besoj shumë të vlefshme dhe ato që keni mbajtur ju, por edhe ato që i morën me vete artistët. Për ne si shoqatë është diçka me sukses, për shkak se ne arritëm, domethënë t'i pritim, t'i përcjellim dhe gjatë gjithë manifestimit, gjatë gjithë kohës nuk kemi pasur asnjë aksident, gjithçka ka shkuar sipas programit dhe ritualit. Për mysafirët ka qenë në ata ekspozitës, domethënë ka qenë tepër e mbushur, ndoshta keni parë edhe fotografitë, kemi pasur shumë mysafirë të gjithë sferave, siç përmenda, na kanë vizituar shumë në ekspozitën përmbyllëse, të cilën e kemi pasur më 23 qershor në Qendrën për Kulturë. Edhe aty u pa puna, domethënë rezultatit, të cilën është bërë me 5 ditët e kaluar, të cilën puna çdo artisti, çdo vepër është ekspozuar në atë galeri dhe me të vërtetë të gjithë që ishin prezent e panë se është punuar diçka dhe për 5 ditë shoqatës artistëve figurativ Draudaku i kanë ngelur mbi 30 vepra artistike në fondin e saj. Vepra me vlerë duke. Ashtu, besoj një pasuri, mund ta themi kështu lirisht, është një pasuri, diçka shumë e vlefshme për artin në Maqedoni. Po, shoqata artistëve është një ndër shoqatat e vetme e cila ka dhe hapësirat e veta në kuadër të Qendrës për Kulturë, ne kemi dhe hapësirat e veta, kemi domethënë selektimin e vepra, kemi vepra të cilët artistëve shqiptarë dhe tuaj të cilët nuk jetojnë më, por fal fatmir tonit ne kemi pasur prezent në kolonitë artistike dhe veprat e tyre i kemi tash në fondin e shoqatës, të cilat janë kategorizuar në domethënë në kategorinë e parë si vepra me vlerë të rëndësishme për shoqatën tonë dhe besoj se në të ardhmen
në institucionin që ekziston në Gostivar, se shoqata Draudaku ka qenë edhe iniciatore për ngritjen e galerisë së Gostivarit dhe ja arritëm, domethënë, qeveria e Republikës së Maqedonisë e themeloi galerinë e Gostivarit dhe shpresim që marrë projekt të vazhdohet dhe ne ato veprat i kategorizojmë, domethënë të ketë çdo vepër ta ketë vendin e vet se ku duhet jetë me kategorinë e vet në bazë të vlerës artistit, se ato vepra janë vetë vërtet vepra me vlerë. Ashtu. Kuptohet qoftë nga institucionet apo edhe vetë le të themi nga njerëzit që nuk janë pjesë e botës së artit, rëndësia apo vlera që këto koloni apo këto aktivitete i japin qytetit të Gostivarit, po ashtu dhe promovimin, por po ashtu edhe artit në Maqedoni, qoftë artit të pikturës apo dhe më gjërë. Patjetër që po. Kjo koloni është veç viti 20 dhe njerëzit më veç e dinë se datat dhe kohë kur organizohet kjo koloni, ato të cilët janë ardashës, tash që kemi pasur vizitorë nga gjithë qytetet e Maqedonisë, gjatë kolonisë të cilët në kanë ardhur na kanë vizituar, mos foli për Gostivarin, mos foli për pjesën akademike, do thonë profesorë të cilët na kanë ardhur na vizituar. Ne llogarisim këtë koloni si shumë të suksesshme në këtë vit jubilar të 20. Do thonë i falenderojmë gjithë kryetarët e drejtanishëm, të cilët ata e kanë ngritur në punë, kurse ne tash vazhdojmë dhe ngrem tullën tjetër për ta ngritur edhe më shumë në 21 vjetorin vitin e ardhshëm. Ashtu. Ngelemi vetëm tek arti i pikturës apo kemi, domethënë gjatë këtyre viteve kemi pasur artistë edhe të disiplinave të tjera apo mund të kemi artistë të disiplinave të tjera, qoftë skulpturës apo ndonjë teknike tjetër? Shoqata Draudaku kryesisht ka pasur, domethënë, ka qenë vetëm për artin e pikturës, ka pasur edhe fotografisë, kemi pasur edhe skulpturës, mirë po dominon piktura, domethënë dominon pikturë. Ne në mbledhjet të cilat i mbajmë me shoqatën, me këshillin artistik, këshillin organizativ që është në kuadër shoqatës, mendojmë që njëra prej kolonive të ardhshme tjetër edhe me skulpturë, që të mundem ato skulptura t'ia dhurojmë edhe qytetit, domethënë të bëhet diçka e mirë, po për të organizuar një koloni artistike me skulpturë është një çmim më i madh, se janë, domethënë, çdo artist punon ose me dru, ose me gur, ose me metal, domethënë janë çmimet janë shumë më të larta, kurse ne me një buxhet vogël bëjmë një punë shumë të madhe dhe mbajmë shumë vepra kryesore. Kështu që besoj se me kuadër të Ministrisë Kulturës në këtë vitin që vjen për vitin 2026 dhe me komunën e Gostivarit, ndoshta do të mund bëjmë edhe një koloni artistike veç me skulptorë. Se kemi si ide në plan. Mjetët dhe gjithçka duhet dhe sigurohet nga ju, apo jo, apo janë dhe artistët që vinë me mjetët e tyre? Ne kemi një çmim simbolik për antarësime, kemi 10 euro, ose 600 denar për artistët vetes, ajo është vetëm një mënyrë, një çmim simbolik për antarësim, domethënë që dim cilët antarë kemi aktiv, cilët i kemi pasiv. Domethënë nuk është kusht që ti jesh antar i shoqatës Draudaku vetëm ti jesh artist, mund të jesh edhe historian, mund të jesh ashtu, mirë po është antar pasiv. Kurse tjera, të gjitha buxhetet tjera shoqatën sot gjitha vitet mbrapa i ka siguruar nga Ministria e Kulturës, nga Komuna e Gostivarit, nga donatorë të ndryshëm, nga miq, dashamirë të cilët e duan dhe e shohin se puna jonë është një punë domethënë që nuk shkon kot. Ashtu. Dhe i mbetet qytetit. Domethënë veprat e shoqatës Draudaku janë në Komunën e Gostivarit, janë në spitalet e qytetit, janë domethënë çdo kund ne kemi dhuruar vepra që ato që i ndihmojnë popullatës përgjithshme, i ndihmojnë me kultura që ato ambientet duken ende më të bukura. Mbështetja, siç po ndëgjoj, qëndron, le të themi, solide dhe e kënaqshme, apo jo, qoftë nga institucionet, por dhe komuniteti? Jo, nuk është solide, nuk është e kënaqshme. Domethënë gjithë puna e cila e bën antarët e shoqatës, gjithë ne e bëjmë me mundin tonë. Faktikisht çdo gjë e bëjmë në dispozicionin tonë, veturat tona, gjithçka është personale. Domethënë çdo gjë japim nga vetvetja, vetëm ne kemi thashë me një çmim simbolik, nga me përkrahjet nga Ministria e Kulturës me një çmim jo të kënaqshme, edhe nga Komuna e Gostivarit, ne detyrojna që të kërkojmë edhe nga njerëz dhe dashamirë të cilët na përkrahin dhe besojnë në atë punën tonë që bëjmë, se nuk e keq përdorim, dhe kështu që domethënë çmimet të cilat i marrim nga Ministria e Kulturës nuk janë mjaftueshme, andaj na ngelet që të vazhdojmë dhe të kërkojmë një të tjera. Domethënë Ministria e Kulturës për këtë vit, për këtë koloni, 5 ditore ka ndarë vetëm 200.000 denar. Është me çmimet tash që janë, dhe domethënë çdo gjë janë çmimet e larta, duke filluar nga ngjyrat, nga pëlhurat, çdo sent është në rritur, kurse çmimet ne kemi pasur një përkrahje nga 200.000 denar, dhe cila është pak për këtë organizim. Ashtu, fatkeqësisht atëherë qëndron një njëjta situatë, si pothuajse në çdo komunitet artistik, mbështetja institucionale qëndron. Në komunitetin në artet figurative, çmimet përkrahjes nga Ministria e Kulturës janë shumë pakta. Ashtu, kurse arti është një, le të themi, profesion që vërtet kushton shumë.
Po kushton edhe tash organizimet janë më të vërtetë se ne për organizimin e kolonisë artistike ne duhet bëjmë 6 muaj përpara bëjmë përgatitje, duhet të ftosh artistët për me datët, me hotelin, me sendet e tjera, domethënë çdo gjë është 6 muaj ditë para fillohet, domethënë me fillimin e vitit kalendarik ne fillojmë me përgatitjet e kolonisë. Kemi mbledhje, kemi ato dhe prandaj është një çmim që ndan Ministria e Kulturës është shumë çmim i pakët. Mirë, po ne tash do të Tirana edhe komuna e Gosivarit na përkrahen. E shohim se ati nuk dalin mjetët, vazhdojmë kërkojmë në për institucione, në për ndërmarrje, kështu ku mendojmë se mund t'ja dalim, dhe kryesori aktiviteti mbahet dhe nuk lejojmë që ndërpritet. Ashtu, dhe po ashtu... Shoqata do të vazhdojmë me punën e saj. Ndodh mbahet me shumë sukses, realizohet me sukses dhe pa ndonjë parregullsi, gjë që është shumë e rëndësishme, shumë serioze. Është punë e disa gjeneratave, është punë e disa profesorëve tanë paraprakisht që kanë qenë kryetarë, është punë e jona tash si kryesi e re, që jemi që 2-3 vite, domethënë dhe ne nuk besojmë se do ta lejmë këtë punë këtu, dhe kjo do të shoqatë do të jetë një ndër shoqatat më të vjetra, jo është një në Maqedoni, por besojmë se në Kosovë dhe Shqipëri që do është aktive, me aktivitete ndër vite. Kolonia 20 mbaroi, por mendoj unë që edhe pse tani sa na mbaroi kolonia, menjëherë fillojnë planet dhe duhet mendohet për koloninë e ardhshme apo jo? Shoqata tash prioritet, domethënë ka edhe 2 projekte të ardhshme, duhet të mbarojmë edhe ata fillimisht, domethënë është një projekt të çmimit nëntorit të cilën ne kemi për shkak të për festat e nëntorit, kurse tash në muajin gusht ose do të kemi një bashkëpunim me shoqatën e piktorëve të Maqedonisë, artistëve të Maqedonisë që është, do kemi një bashkëpunim me një eksportit të përbashkët, të kryjmë këto 2 projekte dhe pastaj më vitin tjetër fillojmë për koloninë e ardhshme. Domethënë edhe 2 projekte kemi gjatë për të mbaruar këtë vit kalendarik. Ashtu. Çfarë le themi, çfarë përmban, sepse shoqata vitin e kaluar përmendë që mbushë 25 vjet, qoftë ky vit, le themi ky kalendar kulturor, por dhe në përgjithësi çfarë përmban një kalendar kulturor i shoqatës Raudakum? Shoqata artistë figurativ, domethënë në qëllimet dhe detyrimet e saj, domethënë ka organizimin e ekspozitave personale, kolektive, ekspozitave bamirëse, ekspozitave shitëse, kolonive, simpoziumeve artistike, e kështu me radhë, monografisë, e kështu domethënë në 25 vjetorin që kishim vitin e kaluar, ne kishim 2 projekte që kemi pasur, domethënë, që kemi tradicional, të cilat janë kolonia artistike dhe çmimi nëntorit, kemi pasur edhe një ekspozim me 25 vite art me Raudakum, domethënë kemi pasur edhe mbështetjen nga Ministria e Kulturës, është ka qenë ekspozita e cila kemi ekspozuar veprat e artistëve dhe veprat më të mira të cilat i ka shoqata në fondin e saj. Kurse këtë vit kemi kemi ekspozitën Raudakum, çmimi nëntorit, dhe tash kemi bashkëpunimin me shoqatën e artistëve të Maqedonisë, e cila do të jetë shumë shpejt. Pas gushtit, kemi diçka plane apo mbetet të shihet apo të organizohet? Në nëntor do ta kemi çmimin e nëntorit, është një ekspozitë mbarkombëtare, cila marrin pjesë artistë shqiptar nga gjithë vendet mbarkombëtare, domethënë, dhe aty është ekspozitë daruese, i jepet çmimi i nëntorit për vepra më të mira artistike, edhe ndahen vepra çmime, domethënë, për pikturë, skulpturë, grafik, dizajn grafik, në fotografi, e kështu në gjitha disiplinat e artit figurativ, të cilat besojmë se do të konkurrojnë. Kjo është me konkursa, ja pallet konkursi, artistët i sjellin veprat, pas asaj këshilli artistik i bërë nga 5 profesorët i ndan çmim. Unë falenderoj shumë zoti Arjan që gjete kohë dhe mundësi të jesh sot me ne. Vërtet kënaqësi të ndëgjoj që gjithçka është realizuar me sukses edhe kësaj here dhe uroj shumë suksese në projekte të ardhshme dhe uroj që të ritakohemi sërish për të biseduar të tjera suksese. Falenderoj edhe një herë. Shumë falenderoj edhe nga ne ju që përkrahni artin tonë, përkrahni shoqatën Raudakum. Herën tjetër besoj se do të vini edhe në hapësirat e shoqatës dhe në hapësirat e ku do të mbahet kolonia dhe besoj se mund të bëjmë edhe më shumë intervista dhe më frishme të jetë kjo intervistë. Me kënaqësi urojmë që edhe ne të realizohet dhe po ashtu çdo të mirë. Ju mirë pret në festival. Falenderoj shumë. E tash të dashur, erdhi koha t'ju përshëndes, por para se t'ju përshëndes do ndjekim më të rejat nga fushat të ndryshme, si që përmenda mjekësi, shëndetësi, teknologji, rrjetet sociale, art, kulturë dhe shumë gjëra të tjera. Dhe po ashtu ngeli t'ju uroj një fundjavë sa më të këndshme, duke ju uruar çdo të mirë, ne ritakohemi sërish të hënën në të njëjtën orë. Mirupafshim.